Live from Tirana. Live from Tirana. Për Edi Hallaçin, I cili është në studio së bashku. Ata e di gjithë Shqipëria. Ata e din të gjithë. Ajo është një gjë e njohur tashmë. Ja, dhe se e kuptuat se kush është Edi Hallaçi. Për ata që dëgjojnë Top Albania Radio, patjetër është një zë shumë I identifikueshëm, por ai nuk vjen vetëm, është së bashku me Arta Sinamati, një prej kolegeve më të dashurat atyre që kanë punuar në radio, janë bashkë sepse do të vinë bashkë me një emision në Top Albania. Dhe pse janë bashkë? Është pyetja. Çfarë rëmbej paketin për disa momente, për disa minuta, nuk do jap lajmet, por do ju informoj për kinematografin. Jemi bashkë në një emision komplet të ri dhe jemi shumë të lumtur që rikthehemi prapë së bashku në një program. Edhe unë jam shumë I lumtur që rikthehem tek programet, tek emisionet. Fakt si jam mësuar gjithmonë përshëndetje, këto janë lajmet orës 16. Mos ndoshta do gatrohesh kur të fillosh emisionin. Edhe mund të ndodh, por do të jetë një gabim profesional që do ma kuptojnë të gjithë se çazëri. Por do jetë Arta që do e zbusi pak atmosferën, do më zbusë edhe mua zërin, nuk do e kem kaq të trash në At the Movies. Kështu do të vazhdojë programi ynë që nis të premten nga ora 14 deri në orën 15. At the Movies ose Top Albania Radio At the Movies. Pra do të jetë një ditë ku të gjithë do të shkojmë në kinema nëpërmjet radios. Do të jetë një emision për filmin, po pse? Kush e pati idenë? Idenë tani nuk është se dua ta marr për vete, idenë e kishim të përbashkët. Ideja ishte ime që në kemi fakt. punuar programin, ishte ideja e të gjithëve, pak nga të gjithë sepse edhe unë I kam shumë qejf filmat, le të themi që jam I apasionuar pas filmat. Arta po ashtu, unë Artën e njoh prej kohësh, edhe sa herë që konsumojmë kafe bashkë, diskutojmë për filmat, e ke parë këtë, e ke parë atë. Edhe lindi ideja pse mos të silli një emision që do të ketë filma. Lindi ideja, kështu që programi do të flas për filmat, ashtu siç e thatë edhe ju, do të flasim për filmat e ri që transmetohen në kinema, sepse është një bashkëpunim me rrjetin e kinemave Cineplex në Shqipëri. Kështu që sigurisht do të kemi edhe premierat e reja të cilat jepen në Cineplex, do të flasim për filmat kult që gjenerata e re nuk I njeh shumë, por që ne do t'i risjellim për t'i parë sepse janë filma të jashtëzakonshëm. Cilat janë zhanrat që ju preferoni më shumë edhe keni shef edhe për t'i komentuar, se është Arta. Në fakt At the Movies do sjell të gjithë zhanrat e mundshëm, të ata që ne I pëlqejmë vetë personalisht, por ata edhe që I pëlqejnë të gjithë dëgjuesit tan, pra do jetë një larmitet për të gjitha filmat apo edhe për serialet, ashtu si tha dhe Edi, edhe për filmat kult, të cilat brezat e rinj në fakt janë më tepër tek këto filmat shumë të thjeshta, po jo shumë tërheqës dhe jo mesazhe të forta. Kështu që do përpiqemi edhe të edukojmë, por gjithashtu do sjellim edhe kolonat zanore, sepse janë le të themi qershia mitore të filmave edhe ndonjëherë. Edhe nëpërmjet radios kjo gjë bëhet më thjeshtë, sepse sjelli muzikën, kolona zanore të filmave. Vërtet. Ndërkohë Arta është kaputur prej 3 vitesh tashmë nga radio, e ka qenë pjesë e disa emisioneve radiofonike, si është për ty ky rikthim? Kur pash mikrofonin doja ta përqafoja. Por është kënaqësi në fakt. Ne njihemi bashkë edhe nga programet e tjera dhe jam shumë e lumtur që gjendem prapë dhe jemi sërish kolegë së bashku dhe aq më tepër që rikthehem me Edin në një tjetër emision edhe pse zihemi ndonjëherë kështu kur zihemi. Edhe ky është lezeti është të zihesh, se ata që zihen edhe duhen. Çfarë un kam shumë qejf që këtë ta reflektojmë në program, të zihemi në program. Edhe un kam shumë qejf ju të ziheni këtu tani. Dhe ta bëjmë lajm. Për më tepër që merr vëmendjen e shqiptarëve. Shqiptarët lën punën kur dëgjojnë ndonjë sherr, apo jo? Do plasi lajmi ja çfarë bëjnë dy moderatorët e Top Albania. Ja, zëngat tona besoj do jenë më tepër për këndvështrimet apo perceptimet tona mbi filmat, sepse normalisht secili ka ato do jenë konstruktive, intelektuale, patjetër. Jo dash, se do kemi diskutime të ashpra. Unë dhe Arta kemi shije deri ku të kundërta. Për shembull, për çfarë një zënë së fundmi? Për shembull, jo më larg se dje, për çfarë zoom për pikërisht për programin. Unë I thoja Artës, shiko, duhet të bëjmë këtë gjë, se nuk duhet flasim kaq shumë për këtë gjë, duhet japim pak hapësirë edhe kësaj gjës tjetër. Po jo, unë mendoj kështu, derisa më në fund. Mirë, ku ka debat, ka zhvillim. Emisioni do të ketë të ftuar? Po, është menduar që të ketë në bazë të zhvillimeve më të fundit nga kinematografia, sidomos shqiptare apo edhe rajonale, me çfarë mund të sjellim apo çfarë mund edhe të informojmë të gjithë publikun për të qenë sa më koherent edhe për të ndjekur le të themi për të gjithë ardarsit për të qenë në linjë me çfarë ndodh rreth nesh. Në një farë mënyre të gjithëve na ndodh që të pyesim njëri tjetrin, na sugjeron një film ose çfarë të shohim. Kështu që unë dhe Arta do të jemi për këtë. Ask questions në Instagram çdo fundjavë. Po ne do të japim për
përgjigje në radio kësaj pyetje, pra unë dhe Arta do të jemi disa dy sugjerues të mirë të filmave që ju mund të shikoni. Nëse është edhe e premte, është fundjavë, fundjava është përpara, kështu që do të merrni parasysh sugjerimin ton për të parë një film të bukur në kinema, në shtëpi, ku të doni ju. Ndërkohë Edi ka përfunduar studimet për gjuhë letërsi, Arta ndërkohë është gjithashtu një profil akoma më larg filmit, radios etj, sepse është pedagoge e financës apo jo? Po, në fakt, edhe të gjithë shoqëria ime më është dashur shumë kohë që ta edukoj shoqërinë time dhe të them që shikoj, unë nuk jam gazetare, unë jam ekonomiste. Se nuk e besojnë këtë gjë. Se të gjithë më njohin si gazetare, duke qenë se pasioni im për radio në fakt ka nisur herë që në fëmijëri dhe mori jetë këtu 10 vite më përpara, kur unë fillova emisionet e para në program, edhe normalisht shoqëria filloi të më njihte Arta gazetarja. Derisa ajo është dashur shumë kohë që ta kuptojnë që unë nuk jam në profilin e gazetarisë, megjithatë me shumë pasion edhe ju thash që këtë mikrofonin do ta marr me vete. Unë as nuk e di që kjo është për financë, domethënë. Tani morë vesh, sa herë që e përmend, domethënë për financë. Për është pedagogi, do të japi disa leksione të mira ai. Unë duhet jem pak më jurt me zyshën me pedagogët. Dhe siç e kemi traditë në emisionin tonë, ne shpejt i pyesim të ftuar single. Jo, nuk e kemi traditë apo gjëra. Ka rogën. Këto gjëra po dëmeni në lek borxh. Me që të ishim tek lekët borxh, ne sot kemi një temë shumë interesante që ka të bëjë me borxhet. Po, ta prit një herë të filloj leksionin apo japim përgjigjet një sekond. Single apo në lidhje? Se me vërtet e kisha. Të lutem Qëndrojmë tek borxhet më mirë, Tek borxhet se është temdita jo për gjë. është lidhur me profesionin tim. Tani ju i merrni borxh prindërve apo prindrit marrin borxh tek ju? Si është ky muhabet? Okej. Unë deri vonë kam marr borxh tek prindrit. Faktikisht, kohët e fundit mund të them që nuk e kam bërë, megjithse jam në prag të bërit gjithmonë. Shkoj deri në atë pikë sa që e mendoj dhe më në fund Pastaj është ndërgjeri gjaj që thotë ndali. Akoma nuk ka ardhur momenti, po që unë them jo, nuk kam fare nevojë. Domethënë unë e mbaj mirë me ta sepse në çdo moment mund të kem nevojë për të. Është ajo krenaria që nuk na lë edhe na lë rrugëve. Shikoj, unë për shembull, nëse do jepja tani një leksion do të thoya që është shumë keq që merrni borxh, por është një gjë që e bëjte vet. Arta me siguri duhet ta mendoj, shikoj se po ti japësh borxh është norma e interesit kaq. Fiton ndonjë gjë. Jo, është e vërtetë. Në fakt të gjithë kemi ato dobësit tona, kemi ato marrëdhënie në brisht me lekun që ndonjëherë edhe në gjendje emocionale. Është marrëdhënie me lekun, të kuptoj shumë. Është e vërtetë. Është një marrëdhënie emocionale. Dashuri urrejtje. Kështu që ndoshta e keni vënë edhe ju, ndoshta kur jeni të mësitur a keni më qejf që dilni për shopping apo kur jeni shumë të lumtur dhe keni dëshira për festa. Unë gjëra kot që nuk më duan. Pikërisht. Dhe kompulsive aty këtu. Kështu që në ndodh që edhe mbetemi pa lek dhe marrim ndonjë borxh, por e rëndësishme është ta kthejmë në kohë borxh. Po, kur e vërtetë shkon në një lagaman për shembull. Thuaj të lutem. Do na lëj të dalim nga programi. Unë nuk e thash, por do thotë. Do tani, s'keni nga sigurisht që këtë menditë sapo. Sa, besoj u kuptua, sa fillova të thjes single. Double S. Okej. Ja, ku i mësuan dhe kolegët tanë se fili statusi tyre. Jo, thjesht dëshëm ta bëni një program shumë për çifte për joja apo? Me gjënjemi. Mirë, faleminderit që ishit sot me neve që na prezantuat emisionin tuaj. Ne vërtet mezi po presim ta shikojmë. Tashmë kemi shumë kohë për të parë filma. Dhe duam sugjerime të fut mira nga ju. Shumë faleminderit goca, një super energji morëm sot në Live from Tirana. Gjithashtu dhe ne nga ju. Live from Tirana.